Ka diçka. Kur Shtetet Bashkuara të Amerikës më fal, një grupim të caktuar e merr ai që ka shumatorin e njerëzve, numrave, dhe nuk ndërtohet analiza, ky e ka, po shikoj se po di ky tjetri. Ka Kleopatrën me Elenën e Trojës. Po me Elenën. Po mirë. Po se Kleopatra ka qenë çik zeshkane, prandaj. Jo, Elenë e Trojës. Do e kontrast. Po dakor te, se desha të bëja debatet. Tani, nuk ndërtohet narrativa politike me idenë sikur të ishte ky, me fakte me sikur është, fakt analizë e dhënë. Deri te momenti që flasim, ora është ditë na pëlqen, ne do analizojmë faktin që ndodh, nuk do të themi që na pëlqen. Se po na pëlqen, mbase mund na pëlqente që të vinte edhe në një kështu shpresë e re, ai i ri ose e re 25-26 vjet. Jo, thjesht ishte artikuluar tonë në statutin që ka shkruar vetëm. Përveç se pastaj fitonte dhe zgjidhte fushën e Shqipërisë. Pasi ke një nen, pse nuk e zbaton, kaq që thjesht. Jam dakord, po nuk e ngrin dikush, e diti që edhe në gjykatë që konstatohet një palishmëri duhet të ketë palë që legjitimohet ta reprezentimin se ngre asnjë nga ata. Po më në rregull është. Bravo i qoftë që i dominon. Nëse Berisha do të jap krah po dosmo, po për letri vet ai s'ka problem për mua, s'është ndonjë problem. Ideja është këtu. Ajo që i duhet Berishës, mendoj që është që parti me kryetar të vjetër, po parti me struktura dhe me organe të reja. Pra domethënë do të prodhoj leadership të ri. Në qoftë se domethënë do që kryesi të re, po që duhet kryesi e Këshilli Kombëtar i ri dhe duhen të përgatiten figura të reja nëpër departamente, në artikulimin e debatit. Duhet lëvizja Mulik, po jo, nuk ka lidhje se Muli është subjekt i vogël brenda PD-s. Duhet që të fus ekip të ri dhe kjo është ajo që e solli dhe bëri fitimtarën në 2005-ën. Edhe do jetë edhe me thjeshtësi aty. Pra nëse arrin të ndërtojë, siç ndërtoi dikur Kopin, siç ndërtoi dikur infrastrukturë duke të prodhuar figura të reja politike, në qoftë se do që ta mbyllim me nder, meqense do ta shihesh radha e opinionit ton mbi faktin, duhet bëj televize. Ndryshe pjesa tjetër do të quhet thjesht njëri dominant, që në interes të tij dhe në kuadër të makiavelizmit politik e dominoi dhe mundi gjithë kundërshtarët, por nuk prodhoi fitore të mëdha. Po e vetmja mënyrë që të prodhohet fitore të madhe është kjo, duhet krijuar leadership i ri. Ka një raport të leadership. Po si ai leadership është vetë apo buri dot? Si leadership i ri? Po dalë Europa ke zgjidhet e di që është leadership. Ja ta haçë për Këshillin e Kombëtar dhe për kryesinë. Da 3 vjet. Ka presim atë, pastaj e bën. Cili është leadershipi i PD-s? A do jetë vet? Jo, sot cili është? Nuk është leadershipi sotëm. Po e them, këtë po leadershipi është Berisha pra. Këtë nuk është leadershipi Berisha. Sot Berisha ka në leadershipin e tij figura që nuk prodhojnë vota. Prandaj dominon. Partia shqiptare ka një person leadership, nuk ka s'ka struktura më buri dhe. Mua monoteiste është vetëm besimi fetar, nuk janë bindjet politike. Si janë bindjet politike? Si ka monoteiste? Po më kur thua e kanë bërë dhe këtë. Kur thua problemi për ty s'ka bërë për mua. Po ky është problemi pra. Kur thua që PD-ja nuk vlen sot leadershipi PD-s. Unë nuk flas dot me utopi. Jo, as me konspiracione, as me fall. Ti thua do që leadershipi PD-s do ri Partia Socialiste në pushtet. Pse s'ka masi të dhënë? Po i ke si se mund ta arrestohet Tirana. Si se do ja bie Partia Socialiste nga pushteti. Braçka kryeministri thua. Merë antari më të fundit PS-s atje fiton pra. Po do të ndërtosh narrativën me parime, Partia Socialiste do të kishte dhënë drejtë nga pushteti që me arrestimin e 2 zëvendës kryeministrit. Ah, mirë, dakor. Meqense femënita parime, po zbaton parimin. Si mund leadershipi dhe leadershipi tjetër për ta përfunduar ata argumentin. Se nuk ju bën përshtypje ju që kryetari i Federatës Shqiptare të futbollit dhe sportit është njëti njeri ka 30 vite. Kryetari i dhomës avokatis është njëti njeri ka gjithë këto vite. Emrat e mëdha të bizneseve janë njëjtë njerëz gjithë këto vite. Emrat e pronarëve të mediave janë po të njëjtët. Aleksandër Franga, Vjoca Hoxha, po këta vazhdojnë. Thjesht ndodhen në vetë ka private mos zotëri. Se të bëjnë përshtypje kur dominohet edhe strukturat e tjera të publikut. Partia nuk është biznes privat. Vetëm partia. O marrë se Federata Shqiptare futbollit është biznes privat. Po e ngacon duket. Po mediat janë biznese private, po çfarë lidhje kanë ato? Ky është fenomen shqiptar më zotëri. Jo mos si është fenomen shqiptar, ti ke një nen aty shumë kollaj që kur zgjedhet ikën, kaq e thjesht. Kur ti bëj pastaj kjo që thua ti, pse sa hapi rrugën për shembull këta drejtues të vjetët mediave, ka dhe drejtues të rinj shumë mirë. Një herë që u fut u përdor gjithë pushteti. Ku krua Agon Channel. Për ta nxjerrë nga loja se i prishit tregun. Ja kjo është edhe kur ndodh politik i bën përshtypje. Nëse do flasim me parime për fenomeni i dominancës të një individi që dominon një institucion, një grupim ose një biznes është kudo. Në këtë logjik i bie që dhe Rama është okay aty. Po s'është fenomen shqiptar, më thjesht duhet një mi fort se Rama ti bëj ball Ramës. Kaq. Tani. Poli. Po të nisemi nga dëgjova me vëmendje nga premisat e Marsitit. Dhe s'kam drejt për fenomenin që është shumë. Jam 100% dakord, është mirë. PD-ja është mirë. Jo, s'tash është mirë.
Nuk dha këtë Da vlerësim. vlerësim, mos vej Po fjalë. më po themon tani. Marsili thotë është Nga fuqia. premisat Po the tënde. kjo është e vërteta. Po e vërteta patjetër që është, po sa i del aty dhe na i përplas në fytyrë që ja pra, mund po thotë the si duhet. Dhe Si duhet, tash duhet leadership i ri. Këtu, po, ke kundërshtime, sa të më debaton. thot Zoti thot. Ai e thot sa të më thot Zoti të ma Po thosh se ti. pretendoj, unë se pretendoj që Po e thot ai mo, ai e thot vetë, që unë dori sa të më thot Zoti ti po më flet mua Dakor. për Me unë argumente për leadershipin. prandaj e nisa, Me argumente për leadershipin. prandaj Ke e nisa, kundërshtime dëgjoj, mua? unë prandaj Dakor, e nisa retorikën time në fillim, e nisa me fjalin që thashë shumë e vështirë, apo Po. sepse gjitha këto që po thua ti janë në rafshin e irracionales, nuk janë në rafshet e normales, për shembull si në Greqi, si në Gjermani, si në vendet që ne Po, që pretendojmë. njëtat familje dominojnë politikën. Po. Ha? Si të njëjtat, kush? Njëtat familje janë Papa Andreu, Ku? Papa Andreu ka vajtur 10%. Karamali, po kanë dominuar 100 vite. Po lere, po Mos bie në kundërshtim në paradoks me veten. Dakor, Nëse përmend Greqinë, Italinë, njëtat familje, ha. Dëgjoj, këta s'kan arritur akoma në familje. Kur të nxjerrin mos i merr si shembull, se ke Kjo është më kundërshtim. keq se familje, se jenë familjet lapsus, konkurrohen ha. në rritjes fëmija. Po problemi dhe është aktiv në politikë, këta nuk as familjes. Se po e mor rastin e Greqisë legjitimove që ta marrë jo, ose zonja Malkezi ose zoti Berisha. Ka zgjedhje. Tani, gjithë çështja është që në qoftë se ne do ta shikojmë se varet si e shikon, unë për shembull nuk pajtohem me këtë realitet, po jo se nuk e pranoj, se ti je në fazën që thua, "Ore, ky është." E kupton, kemi ne një mik të përbashkët për shembull që thot, luftoj dhe tha, "Dgjoj, unë do pranoj këtë që është." E kupton, dhe do futem këtu. Po. Do futem te ky sistem. Tani kjo është zgjedhje sa individuale, sa karakteriale, sa parimore, sa dhe Racionale. sa dhe tek buka e gojës që nuk e realizon dot më pasaj. Nuk është kjo? Po politike, nuk është? Politike në Shqipëri nuk është më, se po ti ishte politike, ti ishte politike, zgjedhja politike do ishte këshulla. Do ishte që këta të bëjnë një kod zgjedhor që t'ju japin frym atyre që tha e ke përsysh. Sepse ti nuk mund ta bësh analizën ti, po më realitetin mund ta përshkruash, Marsidi, të kalojmë çik në filozofi. Po, okay. Marsidi është tek empirizmi i trajtimit se si është çështja. Tani dalim te zgjidhja po thuhet. Pastaj futemi gjë. Tani futemi, është ky realitet, po më është fiks siç e përshkrove ti, po është i duri. Është i drejtë dhe është i drejtë, sepse unë mund të jem i forti këtu në studio, në qoftë se marr këtë gotën dhe të them, do ma japësh mua për paratë se ta futa me gotë. Po merre do thosh. Apo ja. Merre më folo polisa duash vetëm mos më bjerë me gotë kokës. Tani, kjo pastaj është relative. Tani dëgjoj, drejtësia ka e drejta, e vërteta ka shumë fytyra. Dhe ky është debat tjetër. Dhe unë prap futem tek pragmatizmi apo edhe te makiavelizmi, jam dakord, i trajtimit i premisës që bën Marsili. Çështja është që po të futesh më thellë dhe të bësh dhe ti po është e vërtet, është reale që nga 50 asnjëri nuk flet. Deputet. Dhe kjo është fort. Flet edhe në Facebook, po dhe bravo. Po rastë për tavolina për kafe, janë llafe ato atë poshtë gjatë rregullas. Tani, dëgjoj, këto janë, prandaj thash unë përpara, 50 nuk flet. Pse nuk flet? Për mua ky është shqetësimi, nuk është shqetësimi Berisha. Berisha është fenomen që është parë, do shikohet, është më keq tek Edi Rama. Edi Rama i thot, paktën i thot, asaj Spiro Pali i thot, po fol edhe për herë të tretë, ke folur 2 herë, era e tretë vije kuqe. Çështja është pse këta e kanë këtë fuqi që thot ky. E kanë këtë fuqi se ju buron nga dashuria e demokratëve dhe socialistëve, e kanë këtë fuqi se ju buron nga kauza dhe nga projektet e tyre politike, se janë politikanë që kanë fatet për të mirën e Shqipërisë, pyetja më kryesore, për të bërë një Shqipëri më me prosperitet, më me ekonomi, se ka 35 vjet, apo e kanë këtë fuqi të dy, sepse disponojnë financat të jashtëzakonshme, sepse disponojnë biznesmen që i mbështesin të dy krave, edhe që janë të përbashkët, po sepse në fund fare disponojnë dhe hurin, o vlla. Edhe hurin. Dhe gjithë çështja është që po janë dakord që një Sali Berish ti heqësh kapelen, kur ti e lejon qo dhe Alesja më të doptin, të filloj dhe t'i japësh dhe financa.
Ti japësh dhe financa se ke marrë lekët si PD nga KQZ, 1 milion e ca në vit euro. Dhe ti japësh dhe financa të bëj fushat, siç e ke në status. Fushat të barabart me kryetarin. Dhe kryetari të jap dorëheqje 1 muaj para kur fillon fushata, e ka në status. Dhe e merr me status këtë 1 muaj e merr detyrën sekretari i përgjithshëm. I bëjnë këta? Dhe pastaj pasi fiton unë të jesh kapelen? Jo, përkundrazi del dhe thot, ky është i Suel Çelës, ky është i Bajrave, ky është kështu, pa nxjerr një fakt, lojt të pa barabart, pa nxjerr një fakt, pa nxjerr duke përdorur, pa nxjerr një dokument dhe në fund fare i fut edhe një. Tani, nëse do flasim për këtë dhe luftrat kur u riformatua perandoria mongole, kur u riformatua kishin disa rregulla. Këta janë të fuqishëm, të dy me Edi Ramën, pa zbatuar asnjë rregull barazie. Çfarë thot Elisa e shkret, për shembull, se po kaloj te krau tjetër se po merremi me Berishën, por është e njëjta simptom. Vetëm ato mbulesat i kanë të ndryshme. Elisa thot, drejtorokraci, do flas, nuk do flasësh. Është këtu, mund të analizosh këtë, këtu është i fortë Edi Rama, një njeri që i ka gjitha pushtetet, gjitha ministrit, gjitha finansat, krimin e organizuar, që thot kam 83 vota, unë thot, jam unë ai që të bër aty, thot asaj. Dhe Sali Berisha ju thot gjithë dhe jam unë ai që ju kam. Po këta nuk i gjetën gati këto, ndërtuan vetë. Të lloj force ndërtuan vetë apo ja dhan? Kujt? Ramës, Berishës, kujdo që e ka këtë lloj force që thua ti, si u ndërtua? Duke shfrytzuar atë që... Të thash si. Duke abuzuar me mirëbesimin. E ka bërë çdo politikan në Shqipëri këtë. Relativizimi vazhdoj. E ka bërë çdo politikan atë. Si pasqyrim, e ka bërë çdo politikan. Tani gjithë çështja do vazhdojmë kështu, unë them jo. Por nëse vazhdojmë, hajde të vazhdojmë, valla, nuk ka ndonjë gjë të keqe. Sepse këta e kanë kapur, vota nuk e zgjidh, asgjë nuk e zgjidh. Tani sepse këta po ulen tani do bëjnë kodin e rizgjedhor, do thonë jo po 100, jo po pragu 5%. Kjo është forcë, kjo është forcë. Jo më dha, unë di që më i forti Cilin ke model që ka për to që thua ti në politikën shqiptare? Ke një model? Ke një realist? Ke një model? Cili është modeli? Që ka për to që thua ti më thua një model? Po me maktik të përgjigje. Një model. Unë kam model në gjithë botën. Jo, këtu. Në Shqipëri, 37 vite, kush e ka për këtë? Ore, dëgjoj, kjo teoria. Ore, vllai, jeton në Amerikë, nëse s'pëlqen, nëse tu s'ke një model, nuk është Shqipëria atë që ka këto lloj parime, standarde. Ja kështu na përzini juve. Çfarë përzini juve? Ore, kemi model. Do ta parti thon. Po prit Allah unë po ke model. Edhe Berisha do ta parti thon. Ja, shikoj çfarë pyet. Nëse ke model. Ik në Amerikë. Nëse ke një model ose kam parë të model. Tani unë dëgjoj se. Këtë model çfarë di se kam parë. Unë kam parë. As Edi Rama. Që këta të dy. Fal, as Basha. abuzuar. Sali Berisha si se ka bërë të model, kam qenë në vetë aty. Po se ka bërë askush për këtë model, ky model ka qenë gjithmonë. Po jo, më jo se, dëgjojnë se. Gjua e urrejtës ka qenë gjithmonë. Këta tani nuk 2017 kur i doli zoti Imami kundër me Josefina Topallë me këto ka qenë mëzisë sot. Ore dëgjojnë se. E mban mend si u kujzuan. Çfarë fletë? Pati dhe komision për verifikimin e figurave me zotin Nishane, që të shikonte të shkuarën. Ka qenë më keq, më dëgjoj mua. Ore dëgjoj, po prandaj po them unë që jemi mirë. Edhe prandaj unë të thash valla është mirë. Po flas me fakt. Unë analizës tënde i nxjerr. Tani nga ana tjetër ti kërkon të ka që na mirësinë vetë. Të gjithë po që jemi mirë. Po më them që realiteti po është ky. Po pra dakord. Dhe unë zbërtheva pse është ky realitet. Cila është besimtarët already dhe besimtarët se kërkojnë parajsën tokë, thonë është mas kësaj jete. Se po ta kërkonin këtë tokë, pastaj do ishin që gjithë nuk kërkon njeri parajsë që ta mbyll. Utopi kërkon. Jo, as utopi më normalitet o zotri. Ore zotri, ore troç muhabeti. A do mendojnë ndonjë këta? Po çfarë normalitet ti me ty po ndodh genocid në Palestinë nuk theta si kamerat e mëdha. Te Palestina. Po që se do normalitet. Ku e ke normalitetin? Ty po ndodh nuk guxon flasi një humanist. Ke parë ndonjëri që fiton çmimin Nobel për humanizmin pse s'let? Për genocidet që ndodhin. Gjithë Europa. Ja pa me që se prafet as kush Europë. Gjithë Europa. Gjithë Europa e ka praktikë Izraeli. Tani dëgjoj mos më kalon. Dëgjoj un po them kush e ka thënë që këtu ka genocid. Mos më kalon globalizmin për dy langaraq. Po flasim që kanë kapur Shqipërinë. Po flasim për parime. Nuk i mbron dot kështu valla, dy langaraq që i shkon edhe kryeministres. I rëben dorën kryeministres së Japonisë që t'ia puth si langaraq, na turpëroi gjithëve.
dhe një lagaraj tjetër edhe një lagaraj tjetër që kujton i kryeministrin e Malajzisë që e kanë gati me trashëgim që po tha është njeri 95 vjeç e gjeti në gjithë botën dhe ti tani do mua të më relativizosh. S'është bota themun kaq parimore. Unë po them dëgjoj, ore unë po them kushdo që ka lexuar 3 libra, që ka një shkollim të saktuar, që ka parë një çik botë etj, siç je ti, dhe që të respektoj. Edhe unë të shumë. Duhet të paktën të thot një fjali. Zotri, na duhen udhëheqësh partish dhe shtetit që të vënë Shqipërinë të parën dhe njëkohësisht dhe të pasurojnë. Po. Po s'jam kundër kësaj më po. Tani ti thua që kjo s'bëhet. Disa unë falë, disa unë me guximin. Dhe ti po thua Poli, ndaloj luftën. Ore ti më thua si su lodhe o zotri. Jo, unë e pëlqej debati me ty, prandaj bisogoj të ta respektoj mendimin. Unë disa do doja që për shembull zoti Belin Këlliç ose dikush tjetër të kishte guximin, e dilet thoshte do futem ngar. Edhe me idenë që do unë ta. Ky është problemi. Rit. Ti këtë duhet ta ngresh ti shqetësim. Po e kam ngritur në çdo gjë, apo guxim. Kurse marrë vetë. Po ti e ngresi me rit. Po unë do e bëja. Po ti e ngresi me rit. Ti e ngresi me rit të Berishës ta. Jo. Kjo e ul Berisha. Jo, se ul. Dhe zëra që s'kanë që kanë frikë ta, unë them se është faji këtij, që kanë frikë ta të dalin kundër. Po. Ore, është faji ujkut se nuk e sulmon qeni i sharrit që mbron delet? Po mirë, me që më... Është i sot ti thush ujkut, se vjen zor ty tash delet, pa bër luftë me këtë? Po të përgjigje me një metaforë. E diti që kush i therr në fund fare delet? Të Bariuçi. Ja pra. Jo ujku. Dakor. Ja pra, ja ku i ke barit. Marsili e vuan shumë të gjë. Marsili bën. Kështu që le të shkojnë delet. Radiografi. Delet kujtojnë se radiografi realista dhe redi. Dhe radiografi. Dhe vathën e PD-s Bariu po e çon në thertore. Ky është qetësimi. Miku im, unë ndërtoj artën e saktë. Pastaj kush do ta përdorin që rrugën? Jo, shqetësimi im nuk është më PD-ja. Nuk i punoj rrugën. Unë ndërtoj artën. E duan gjë, nuk është më PD. Shqetësimi im është tashmë Shqipëria sepse këta tani a e kupton ti që s'po jep efekt më as antibiotiku që duhet të ishte spagu me këta sepse zgjidhjet janë politike. Ne e dim shumë mirë që nuk të bën gjë asnjë lloj institucioni nëse nuk ka vullnet politik dhe këta kanë një vullnet anti-shqiptar. Ne jemi një vend, ai vetë edhe mbure dhe thot më tallet dhe Europa, jo tallet, po ai si takon dhe thot 49 milion euro thot më dha Europa thot. E dëgjove ti Edi Ramën. Ty 49 milion euro të kanë ikur me një laps vetëm të tuneli, një 5 vjeçe. Edhe 1 milion më shumë. E kupton ti? O Poli duhet opozita për ta hequr këtë që qeverisë. Po them që dukesh me çështje PD-ja. S'ka pa shkot, gjë, çështje Berishë dhe çështje ta fuzojmë valla. S'ka opozita po ti Edi, se kjo është seri fakte. Kjo është shumë e thjeshtë tani. Po unë t'jap Berishën edhe po t'ja heqin nesër. Nuk ngratën opozitë që gudulis Edi Ramën po themi, jo se s'ka. Edhe Berishën po t'ja heqin nesër, nuk ngratën, t'ja heqin Shtetet Bashkuara të Amerikës, prap keq më keq të shkojnë vota. Nuk votohet, më është shumë e thjeshtë. Është si një trajner ekipi që grada nëse nesër Berisha do të thotë. Shiko, Berishën e ka glorifikuar, unë të shikoj ty në krahasim me një moderator të ri, sepse ke eksperiencë. Po jo më një sekond pa ta, nuk ka lidhje ajo, jo, s'është ajo. Pse dëshiroj një moderator i ri? Ideja është kush është fitues o Marsi, dhe njerëz se e ngatron këtë çështje. Ktu ka një parti shumë e mirë, shumë e sjellshme, shumë e kulturuar me një program shumë e mirë që quhej Djathas 1912 dhe mori as 5000 vota. Dakor? Gjithë njerëzit që ishin aty ishin shumë të artikuluar. PD-ja ka për të katandisur si kjo parti dhe si të tjerat. Pse? Nëse Berisha do mbaj premtimin që tha sot do rri deri 95 vjeç në krye të PD-s. Është shumë e thjeshtë. Berisha ka humbur zgjedhjet e para se ka histori çdo gjë. 4 muaj pasi mori votën më plebiscitare që ka pasur ndonjëherë ky vend në 92-shin. Në mars fitoi 60%, në korrik humbi 60%. Që do të thotë është njëri pa votuar që nga 92-shi deri këtu. Ka arritur me zgjuarsinë e tij, me imponimin, me duke çartë të majtën, ka arritur të rimbushtet. Bravo qoftë në atë të vetën. Tani unë nuk po i them asaj se ti kujton se kush është më i fortë. Ai le ta mbaj PD-n, le ta gëzojë edhe për 2000 vite të tjera. Unë pyetja ime është kjo. Nuk ka asnjë shans që PD-ja të vinë pushtet me këtë formacion që është. Dhe leadershipi i PD-s është vetëm Berisha.
nuk mund ta gjejmë fajin tani se janë hedhur gjithë Flamunokës, është çmenduri. Mendosh që ka fajin Flamunoka apo Albana Vokshi. Po jo, po tani se është ka I fushat tani. Nuk ka shans Denis, nëse hiqet non grada. Po s'ka më po është I pa votu. Ore edhe një herë se është një njeri pa votu, është si një kudiun. Nëse çahet grupi parlamentar I PS-s. Edhe një herë, ti je një sportist në kulmin e karrierës tënde, nuk fiton dot. Beso mua, tani ai po flet në kundërshtim me narrativin e tij, sepse do të më e mundur me Berishën që të zvendësohet më shpejt sa po të ishte dikush tjetër. Kush të zvendësohesh? Beshi do të tregoj koha. Me të zvendësohet kush? Berisha vet. Është më e mundur që Partia Demokratike shumë shpejt ketë një kryetar të ri. Si të ketë fakti që fitoi ky sa po të vinte dikush tjetër. Okej, nëse leadership të ri. Do them sepse po të zgjedh tash kryetari, do bante këtë leadership që është. Ma kupton logjika. E kuptoj, jo, normal. Ka logjikën e vet ajo, po sepse ky do dominonte, njësoj si me Bashën. Ajo që ka thot Berisha dhe Partia Demokratike është që në 2021 ne I humbëm zgjedhjet për shkak një lobimi të korruptuar. Nuk I humbi në 2023 jo me që ti I përmende. I humbi zgjedhjet. Po çfarë lidhje ka lobimi ai se është çmenduri, po them non grata nuk ka asnjë efekt politik sot në rezultatet e Berishës. Nuk ka zero efekt. Po nuk ka pra sepse ai ishte një sekondë. Marrëdhënia ishte Berisha ka një logjikë administrat tjetër, iku e korruptuar. Pse si edhe kjo çështja e kush është po diskutojmë. Po çfarë po ti? Po edhe miliona. Berishën po e pengojnë që të vinë. Ore Berisha një sekondë. Në mënyrë po thoj me pengon Trumpi është më mirë, është më ndershme kjo. Ore ta vazhdoj realizën. Berisha mori më shumë vota pa vul dhe pa logo se sa me vul e me logo në 2025-ën. Kjo tregon që s'ka lidhje non grata më buri dheut. Ai mori vota personale. Non grata e pengon të bëhet. Edhe një herë Berisha do ketë vota personale sa të jetë aty në krye. SBA nuk të bën kryeministër, po ama të pengon që të bësh. Po jo më buri dheut, jo tani kjo është historia. Si është bllokimi me non grata. Si është afruar është historia ka qenë shiko. Asnjë nuk pati asnjë urim nga qoftë nga PPE. Nga Washington. Po më pra dakord pas të jo. Ai do të na ata e kanë gabim Berisha ka rregull. Po mirë, tani këto thonë ata. Mirë, rregull. Këto thonë ata ne do rezistojmë, se mendojmë që jemi në të thash që deri në 2000 atë të bëj një analizë tjetër shumë shkurtër. Ata janë në rezistenca. 2029 rezultati është I vulosur që tani, nuk ka rëndësi është Rama se Rama, është pse. Po edhe nëse ikën non grata. Jo. Lere Ramën hiqe nga skema. Më dha thot Berisha. E bëm Ramën president 2027-ën. 2029 dëgjoj se shumë interesant. 2029 është në pushtet PS-ja. Berisha nuk jep ka dorëheqjen, kujtova se në 2030 do jepte dorëheqjen, meqense vete 80 sa vjeç, ai thotë jo, do vazhdoj. 2033 është pushtet prapë PS-ja, mbaj më shënim. Para Berisha do vazhdoj. 2037 është prapë PS-ja dhe këtu pastaj unë del te teza ime që ne jemi një parti dhe këtu unë nuk më e them si gjë të mirë të po mburem. Qofse jemi një parti atëherë dhe ka filluar ishte pse lobonte me Redi më beso ka filluar të funksionojë si një parti sepse edhe njerëzit e PD-s po punsohen te administrata e Ramës tani. Dhe kjo është që kërkon ti një këtosh si mund të jetë. Okej. Po një parti pa se s'ke nuk alternohet pushteti, si mund të në momentin që saltenohet pushteti edhe në kohën e komunizmit ishte vetëm PPSH-ja, nuk kishte parti tjera. Edhe tani është një parti. Ishin bashkimet profesionale. Po nuk alternoi pushteti, nuk e merrte pushtetin bashkimet profesionale o zotëri. Si është një parti tash? Po një parti është mo. Kush është? Po Partia Socialiste. Jo. Në këtë logjikë jep drejt Berishës. Kjo është pastaj unë imponoj realitetin që ndroi unë, se unë di që ekzistojnë edhe parti tjera. Po s'ka mo, o zotëri për çfarë kuptimi ka për PD-n nëse s'merret pushtetin. Sa duhet mirë një pyetje kam. Po pse si mund të thuash ti nëse Bayern fiton Champions League-ën se ekziston si ekip? Po çfarë lidhje ka? Ajo është ndërtohet shumë parim për ato. Realiteti nëse nuk dalin fitimtar nuk ekzistojnë. Po partia do të si kupton ti. Nëse ti di të bësh drejtor media ti nuk ekziston si gazetar. Ora edhe një herë, s'ka lidhje se ti di ngatron, s'ka lidhje media me pushtetin më sotri. Media është biznes privat. Zgjidhja që thotë Marsidi. Një ekip I ri leadershipi, domethënë Berisha. Po si mund të jetë Lëshon kryesin. Ora edhe një herë se po na çmendin. Nuk mund të ketë ekip të ri me Saliun. Është njësoj se të kemi qeveri të re me Ramën krye. Ka qeveri të re? Jo, është Rama. Sot qeveria nuk është 2025-ës, është qeveria e 2013-ës, është një kryeministër, ka vazhdimsi. Pra po thua që nuk do të prodhoj asgjë edhe nëse Edhe Arshtani I shkretë ka thënë, nuk mund të zgjidhen problemet ata që kanë krijuar. Tani çfarë do të ka një parim logjik. Thotë që të kuptosh dëshirën e dikujt në arsyetim, shiko konkluzionin që nxjerr.
Unë pash që konkluzonin që nxjerr Denisi është që Rama do rin pushtetet 10 vite. Tash ai do as e do këtë, unë kam shumë me dyshim, jam skeptik. Po unë të them. Po them që ta ndërtosh realitetin sikur s'ka as edhe një posibilitet, as edhe një mundësi logjike që. Po nuk ka mos se janë rroga. Rama mund duket pak analizë emocionale dhe jo racionale. Se të thuash që shiko, me gjendjen që është sot, ndërkohë që 16 vitet e pushtetit Orbanit përfunduan me 1 vit e gjysmë opozit, ti flet tani edhe për 4 vite të ardhshme dhe më përsipër jo vetëm për 4 vite, po thosh deri në 2025. Unë se di se është guzim me të këtë guzim që ka qenë mistike. Kam përdojnë më zotëri, kam përdojnë. Nuk i merte përsi për këto. O zotëri është përdojja. Uroj që përdojja ndryshon. Sfidosh të ardhme. Vetëm një pyetje kam për ty, ndryshon përdojja? Po. Ku, si? Gjithçka ndjen ndryshon. Nuk lash do të dyrën ditën tonë. Berisha ka thënë. Jo, nëse Berisha ka thënë. Ideja është jo. Edhe Berisha ndryshon. Po Berisha ka thënë edhe 3 herë ka thënë. Jo, nëse Berisha do ndryshonte listën e deputetëve në 2025. Po ndryshoj gjithçka, do ndryshoj vetëm më zotëri. Po edhe një herë. E ke parë, shiko. Tani ka një problem Milani që është në rezultate shumë dota. E ke parë tifozët tani? Çfarë thon tifozët? Tifozët thon nuk duan ndryshojmë asnjë prej jush në krye. Edhe i hoqi. Tani si do të mbajnë prapaj? Sepse thot sipas Marsitit do vi shpresa këtu, do vi Mesia dhe kush është Mesia? Po këtë thënë Mesia. Precedentet analoge kanë treguar që edhe një pushtet 16 vjeçar, siç ishte rasti Orbanit, që ka qenë dorë me forca Rama, në pushtet edhe më emetizuar se Rama, në 1 vit e gjysmë opozitra nga pushteti. Tash ti më përsipër, ndryshe nga ky fakt, në precedent, ja, po Shqipëria s'është zhungari më këtu. Janë thirr njerëz nuk arrin të Shqipëri. Mirë. Unë ta përjashtova Ramën të thash po. Po nëse Shqipëria s'është Hungari me topa që ka. Jo, një sekond. Po si bie në kur duhet i thuash Ra Urbani kur i ndryshoi, kur i vuri alternativë. Bazari ky është një alternativë. Po jo më thoshe. Po jo më e po. Bjeka për një vit, po ti Berisha të vi një tjetër. Po unë po ai ta këtolli edhe një herë, po ta sqaroj edhe një herë. Mos e përdoj ti, si intereson aty. Ëndra e Marsitit se do ketë alternativë është ëndër. Nuk të lë Berisha të ketë alternativë. Realist. Si e realist Po themi fitoj se e merr. Si kush e merr? Ku ke parë ëndër këtu ti? Po flasim ëndra ka ëndra. Po zotri ai e do e mban për dorë. Po realitete. Po çali e ka. Po ti po ëndra. Po është një ditë jetë Poli Hoxha ti mund të jetë. Po jo më çali. Po një skaf.